Për shkuat flasim për votën e diasporës me vetë diasporën shqiptare. Në fakt, si një nga lajmet më të mira të zgjedhjeve parlamentare të 2025 ka qenë pikërisht edhe leximi i vullnetit diasporës shqiptare, si një element i rëndësishëm për të kuptuar nëse pikërisht diaspora jon do të kthehet në vend apo jo. Lexohet ky vullnet i tyre përmes votës dhe nëse zarfi ka mbërritur, tashmë duhet të jetë shprehur ky vullnet. Le të komunikojmë njëherë me dy të ftuarit tanë parë. Për të kuptuar teknikalitetet, por nga ana tjetër edhe vullnetin politik dhe përfaqësimin që diaspora ndjen apo jo nga politika shqiptare. Do shtrihemi në gjithë globin sot, por si fillim intervistën do e realizojmë me Zerina Kuka nga Anglia. Mirëmëngjes dhe të përshëndesim. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Dhe do shkojmë në Katar me Antan Metaj, miki 7-5-s, i cili do advokoj zërin e gjithë komunitetit shqiptar aq sa ka atje në Katar. Do përshëndesim, Antan. Mirëmëngjes. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirë, e nisi bisedën me Zerinën. Zerina, na trego pak për sa i përket teknikaliteteve njëherë. Kam rritur zarfi, ti do marrësh pjesë në procesin e votimit. Na trego si ka shkuar, se Anglia nuk është shumë largë, plus ka patur një numër relativisht të lartë të regjistruarve kur ishte periudha regjistrimit për të votuar. Nga atje. Ka patur një numër, nuk di të flas për regjistrimet, por ka patur një numër të interesuar shumë të lartë nga bisedat e përditshme me bashkëdhetarët tanë. Patjetër që do votoj, unë kam votuar në fakt e kam dorëzuar votën tashmë, sa i përket procesit teknik, do të cilësoj një proces të thjeshtë, tepër i qartë. Për sa i përket votës time ka qenë tepër e sigurt, ka ardhur është dorëzuar në momentin që do në shtëpi, nuk është dorëzuar vota pa firmën, u dorëzuar një ditë tjetër kur unë kam firmosur, dhe po ashtu ka ndodhur dhe procesi i dorëzimit të votës. Antan? Mirëmëngjes përsëri. Përshëndetje. Edhe ne jemi bërë gati për votimet. Fatkeqësisht mua nuk më ka ardhur zarfi se nuk e di kush kanë qenë teknikalitetet ose diçka e tillë ose adresa apo diçka e tillë, por pas komunikimi me ata që janë përgjegjës të këtij procesi, besoj sot ose nesër më rrin zarfi. Je detyruar të qëndrosh në shtëpi për ta pritur zarfin? Ja, absolutisht. Ne kemi box, që kushdo që vjen, normalisht duhet të jetë dikush që ta firmosi, por nuk është të thënë që të jetë një adresë specifike pasi këtu, kur DHL bën shpërndarjen, të bëjnë një telefonat paraprake, nëse jenë në vendin ku ke regjistruar adresën, apo dëshiron që të vinë në një vend tjetër. Kështu që nuk është problem. Po, për shqiptarit e tjerë të ndodhur në Katar, ke marrë të njëjtin informacion, pra janë gati për ta pritur zarfin, apo e kanë marrë tashmë dhe kanë shprehur vullnetin e tyre? Disa e kanë marrë, disa kanë votuar, patjetër që kanë shprehur. Patjetër. Nuk besoj. Unë besoj që këto votime është fundi i një tranzicioni për disa. Domethënë, është fillimi i demokracisë, besoj, për Shqipërinë. Se normalisht është shumë e politizuar, ka jashtëmarrësi nga gjitha anët dhe nuk besoj në këto që thonë që po kërcënohemi apo po na bëjnë presion apo diçka tjetër. Ne nuk na kanë bërë presion këtu më aty. Ai që ka një farë personaliteti apo ka një farë, si ta them, reputacionin në vendin që është apo si në periudhën që ka votuar, nuk besoj se mund të kërcënohet dikush apo diçka e tillë sot. Edhe sikur të ketë një punë apo diçka e tillë, vota është e fshehtë. Në fundit nuk e Antan, mendon që vota diasporës do ndikojnë në rezultatin e zgjedhjeve të vjetshme? Pyetje shumë e vend. Më lejo të themi diçka që ta bëj të qartë pasi i kam parë gjatë gjithë këtyre ditëve. Unë nuk mbaj më mirë në 2007-2008 kam qenë vëzhgues me OSB e Odir, kur ka qenë zgjedhjet e fundit dhe kam parë se çfarë bëhesh. Në këtë kohë që jemi sot, ne që jemi nga jashtë, ose që e shohim nga jashtë politikën çfarë bëhet brenda, është më e qartë për këtë do votosh. Shumë më e qartë, është kristall. Sado që mundohen apo në për debate apo në për analiza apo në gjëra të tilla mundohen që të na përcjellin diçka që nuk është e tillë. Kushdo që është jashtë e kupton jashtëmarrëse. Thjesht pa ndar krah apo andaj këtij diçka e tillë, mos t'i japim një kuptim të tillë. Unë besoj se të dyja krahët kanë gabime. Të dyja krahët kanë bërë të mira dhe kanë gabime. Por besoj më shumë ti që veç
nga emri i diçkaje që ka zgjedhur dikush një forcë politike të përfaqësohet si Make Albania Great Again. Është normale. A jemi serioz? Unë kam ikur nga Shqipëria në 2011. Tani, Make Albania Great Again. Bëni Shqipërinë madhështore përsëri për ta përkthyer për publikun. Më fal, po, në rregull, nuk e përktheva. Ta bëjmë Shqipërinë përsëri madhështore. Një pyetje për ju, se ndoshta unë nuk jam me kohën. Kur ka qenë Shqipëria madhështore, more? E sipas demokratëve, kur kanë qenë demokratët në pushtet. Pyesim pak edhe Zerinën, se diskutimin do të ta vijojmë edhe së bashku. Zerina, mendon se do lexohet mirë në këtë rast vota e diasporës? Ka vend për manipulim, ka vend për ndryshim? A keni ju besim në këtë proces? Do të jem tepër sinqert. Mendoj që mund të ketë manipulime, dhe unë do t'i bashkangjitem para folësit. Mendoj që është tepër qartë që diaspora dhe bëjnë një ndryshim në zgjedhjet e këtij viti, edhe unë vazhdoj ta quaj një elektorat gris, sepse jemi ne ata që jemi ndikuar në si fillim sepse ne jemi larguar, por po ashtu kemi edhe familjet tona dhe na ndikon ndoshta dyfish kjo pjesë, se si qeveriset vendi, se si është sistemi momental. Dhe normalisht duke patur këtë frikë që diaspora është vërtet ndryshimi, mund të ketë manipulime. Nuk dua të gjykoj akoma, por mendoj që ekziston një mundësi e tillë. Zerina, a ka patur tentativa nga partitë politike për të pilotuar votën tuaj, që automatikisht vjen nga diaspora, përmes familjarëve apo lidhjeve të tjera? Mua ka bërë përshtypje diçka në fakt. Ndoshta në familjen time nuk do ketë, sepse unë jam pjesë e partisë e një prej partive në Shqipëri dhe deri diku është pak e deklaruar, por kam marrë shumë telefonata nga persona që më pyesin si u shkoi procesi i votimit, për kë keni votuar, telefonata që realisht më janë dukur qesharake, as pak normale, sepse këtë ka të drejtë ta bëj vetëm ndoshta për procesin e votimit ka drejtë pyesi vetëm KQZ-ja, ndërkohë unë kam marrë telefonata nga parti politike, as pak etike. Dhe kuptoj që po mundohen të bëjnë ndoshta statistikat e tyre të brendshme, të shikojnë se si janë votuesit, sa kanë votuar, sa e kanë pajtur fjalën. Domethënë do ketë besoj gjithmonë nga këto. Ke dëgjuar ndonjë histori të çuditshme nga një emigrant shqiptar që do e shpreh vullnetin apo e ka shpreh vullnetin e tij politik në këtë zgjedhje për këto kontaktet që bëhen për të mobilizuar apo pilotuar votën e tyre? Ndonjë presion, sepse kemi patur deklarata të forta në këtë studio, ndonjë presion të familjarëve në Shqipëri, që i kanë detyruar të komunikojnë me emigrantët jashtë për një vend pune në administrat apo një punë të ngjashme? Fatkeqësisht raste ka pafund, dhe unë jam shumë në kontakt të përditshëm me këta persona. Personi më i madh vjen për personat që kanë familjar aktualisht në administrat, dhe mendoj që aty ushtrohet personi më i madh. Shumë e padrejtë, as pak demokratike, as pak nuk i përket vitit 2025 kjo strategji, kjo tentativ, por që po, gjej pafund raste që personat që i kanë prindrit, vëllezërit apo motrat të punësuar aktualisht në administrat, kanë një presion të paimagjinshëm. Antan, është ndjerë ky presion tek shqiptarët në Katar? Absolutisht jo. Pra nuk kanë mbërritur tek ju këto presione. Unë kam miq kudo, qoftë edhe në Amerikë, Itali, Europë, kudo. Edhe them sinqerisht, unë nuk kam njëri në administratë dhe nuk do kem kur njëri në administratë. Pa çka s'kam pas oferta në të kaluar dhe kam oferta gjatë momentit. Mua më pëlqen ta bëj, domethënë kur het votën të mos jemi ndikuar në askush, por deri më sot, t'ua them me sinqeritetin më të madh, nuk kam dëgjuar askënd që të më thotë i ka bërë presion apo diçka e tillë. Tek shqiptarët në Katar, të larguar besoj në 10-vjeçarin e fundit, diçka më shumë ndoshta. Është ndonjëri prej jush në bisedat që keni me dëshirën për të kthyer në vendin ton, duke shpresuar për këtë ndryshimin që do ndodhë 11 maj? Siç e thash, nuk është koha gati akoma. Ka të mira, ka të këqija, patjetër që ka të këqija. Po besoj për këtë jemi koshient të gjithë që drejtësia ka filluar të funksionojë. Për shembull, unë jam padyshim një tifoz i zjarrit i Spakut. E them sinqerisht, nuk kam jetuar aty, vi me periudhë 2 vjeçare, 3 vjeçare, po me çfarë kam parë, edhe po them, ndoshta
vetë shqiptarët ishin gati për rotacion, por që partitë politike nuk ishin gati për rotacion. E kam dëgjuar, do më thënë si e perceptoj unë, si e perceptoj në bisedat që kam me njerëz të tjerë. Nuk është gati. Nuk ishte gati partitë politike për rotacion. E Majta ka gabime sa të duash, Rama kushdo ka gabime të papara. T'jemi koherent. Ama çdo gjë, po ta shohim, ka rënë 70% e qeverisë ka rënë Majtas, korrekt? Kjo duhet ishte arma e fortë, besoj unë, për ata që duhet vinin në pushtet. Jo ta kërcënojnë. Edhe nuk ka rotacion politik me disa apo me aleat të cilët shajnë na familjet në për komente në për Facebook, që i kemi parë tash të gjithë, mos jemi hipokrit. I kemi parë që shajnë të gjithë. Duhen fytyra të pastra, duhen fytyra me karakter, me personalitet. Po, ndan ke shumë të drejtë, por mos harrojmë që kemi parë edhe gjatë kësaj fushate elektorale kemi parë gjithashtu dhe figura qesharake dhe mënyra qesharake të bërit fushat. E të bërit fushat, sinqerisht, është fëminore. Mua më duket si një ferma vit 3. Në rast se ferma vit 3 do bëhet më vonë, do jetë ferma vit 3 e politikës. Se ku po shkojmë? A doam demokraci? Ju mendoni se është e pamundur të bëhet votimi elektronik? Kjo është demokraci për Shqipërinë. Votimi elektronik. Këtu nuk dihet askush përse voton, si voton, çfarë voton, por besoj që na e prandaj e thash, është fundi i tranzicionit, pastaj e fundit fare. Ne jemi një popull i varfër. Flasim atë që jemi. Nuk jemi ndonjë popull i pasur apo kush e di. Me 2 milionë ca shqiptarë që jemi neve, që është tërë Shqipëria, me resorset që kemi, me burimet natyrore që kemi apo diçka, të ishte një Katar i dytë i Europës, Shqipëria. Po nuk është sepse se përdoren kurse siç duhet. Zërina, mendon se ka një dëshirë të mirë për të votuar nga Anglia? U privatizuan. Po ka një dëshirë shumë të madhe. Ka një dëshirë shumë të madhe sepse ka qenë një ndër 3 vendet mos të gaboj që kanë shprehur më shumë vullnet emigrantët për të votuar. Pikërisht. Mendoj që një pjesë e madhe e emigrantësh është vendosur në Britaninë e Madhe dhe mendoj që këtu ndihet pafund. Ndoshta jemi edhe pak afër si pozicion gjeografike dhe me të drejtë, po. Ndoshta edhe kjo pjesa e vizave, këtyre problemeve që ne i dim tashmë që shqiptarët i kanë, ne na ndikon pafund. Dhe ndjej realisht mërzin, ndjej realisht mungesën e suportit që shqiptarët në Britaninë e Madhe kanë nga vendi ynë, sepse ne vërtet largohemi, por ekziston gjithmonë mundësia që ne të kthehemi, dikush vjen për studime, dikush vjen për një eksperiencë të shkurtër, dikush vjen për të mbështetur familjet, pra ekziston gjithmonë mundësia për të kthyer, por nëse nuk shikojmë suport që tani, është e vështirë që ne të marrim një hap për të kthyer pas. Duhet, mendoj, kam ndjekur disa programe politike dhe realisht ka programe që i mbështesin emigrantët pafund dhe pse jo. Nëse do kishit mundësinë, le të bëmi pak analist politik, për të votuar një reform të rëndësishme, cila do ishte gjëja e parë që do e gjenit veten si emigrant në 2 vende të ndryshme të botës? Shiko, për të mirën tuaj, por edhe për të mirën e familjarëve tuaj, patjetër. Nuk po flas me terma të mëdha, as nuk po i hyj reformave, se ndoshta është pak problem për momentin, por do vija një tekst shumë të madh tek të rinjt, jo se janë vetë e re, do vija një mbështetje tepër të madhe tek të rinjt në Shqipëri dhe tek të rinjt jashtë, padyshim pa lënë jashtë gruponshat e tjera, por mendoj që këtu fillon edhe ai ndryshimi që bashkëvojtësi i përmendi. Duhet një frymë e re dhe ne të gjithë do bijem dakord për këtë pjesë dhe mendoj që duhet fillojnë mbështetjet që në shkolla, duhet fillojnë mbështetjet në punë, duhet fillojnë mbështetjet tek marrjet e banesave, pra mendoj që duhet ketë reforma që padyshim duhet mbështesin shumë më shumë të rinjt. Ne gjejmë veten të humbur. Unë jam larguar para 3 viteve, domethënë jam shumë e re në Londër. Nuk jam larguar nga një situatë të tmerrshme, pra nuk i përkas një grupi që është prekur tepër ndoshta nga qoftë nga situata sociale apo ekonomike, por jam larguar realisht sepse unë nuk shija asnjë shpresë. Jam
e shkolluar, do po bëj shkollën time të tretë, dhe nëse thonë nuk shoh shpresë në Shqipëri pas një shkolle të tretë, çfarë bën në Shqipëri? Do kërkosh të ardhmën diku tjetër. Duke qenë se Zarfi nuk të ka ardhur ende, mos më thuaj për kë voton, por më thuaj voton për programin, voton për ndryshimin që mund të ndodhë 11 maj, apo voton nisur nga historiku i familjes tënde? Unë kam votuar dhe do të votoj gjithmonë për një person apo një grup politik që unë realisht shoh shumë shpresë. Programi pra. Nga bindje të caktuara, por jam shumë kundër mbështetjeve të figurës, jam shumë kundër mbështetjes idujve, jam shumë pro mbështetje të persona që bëjnë ndryshim. Më vjen realisht keq që Shqipëria është një vend i mrekullueshëm dhe është në këtë situatë. Realisht nëse ka mundësi kujdo figure që më ngjall premtim dhe votoj me shumë dëshirë. Antana, trego tani. Programi, historiku i familjes, apo ndoshta ndryshimi që mund të ndodhë? E gjova pyetjen, por në respekt të bashkëpunësës, ladies always first, i themi ne. Kështu që, atëherë, kush më nje e di që unë jam një demokrati. Si që thash, unë nuk kam komplekse. Unë vi nga fshati Luar, i bashkisë Roskovec, i rrethit Fier. Edhe gjyshi im Rahmet pas kështi shketi, unë jam një pjalimetës. Kështu që të shaje ose të flisje për Sali Berishën në kohën që a ishte gjallë, nuk ishte shans. Po a i shketi mbyllisi duke pritur akoma për ato shpërblimet e të përndjekurve. Kështu që histori e gjatë. Nuk besoj në program, nuk besoj në program pare njëherë, është diçka vetëm për të polarizuar e për të mbajtur gjallë militantët, nuk ka program, këtë jemi. Besoj, pasi ne jemi duke aspiruar që të interesohemi Bashkimin Evropian. Më pëlqejnë hapat që janë hedhur, më pëlqejnë mesazhet që vijnë nga Brukseli, më pëlqejnë kapitujt që janë hapur, por përsëri e di që nuk është aq e thjeshtë apo që shpejt. Unë kam dëgjuar Bashkimin Evropian kur isha, mund të kem qenë 12-13 vjeç. Kështu, unë sot jam 37, ç'më intereson mua Bashkimi Evropian. Po, më intereson atyre që janë brenda për çfarë, sidomos për bujqësinë, pasi hapet mënyra për të bërë transport, për të bërë biznes me jashtë, prodhimet, duhet fokusohemi. Bujqësia është shtylla kurrizore e një shteti, është shtylla që e mban shtetin në këmbë. Dhe jo vetëm në Shqipëri, në të gjitha vendet po të shikoni politikat e bëra në botë, në Amerikë, janë të fokusuara më tepër te prodhimi i brendshëm. Edhe prodhimi i brendshëm është një shtysë e lartë që i jep bujqësia. Jo në momentin që jemi akoma, pse ka shumë për të bërë. Pëlqej të rinjt, më pëlqejnë forcat e reja të rija, më pëlqen shumë do ndaja midis shehajt dhe lapajt, jashtë mase, pasi besoj që rinia duhet ketë një fuqi të paparë, sidomos edhe në rast të diaspora. Në rast të diaspora do ishte e vendosur, edhe do ishte tamam një pjesë e Shqipërisë europiane që është në Europë, unë e di se si do vepronte ndryshe, apo mos ishte infektuar, apo mos ishte e ndikuar. Për këtë besoj. E qartë. Zerina, gjithashtu të falenderojmë edhe ty dhe falenderoj që gjete kohë. Urojmë shumë që realiteti politik të ndikohet nga kjo risi në arenën politike që është pikërisht vota juaj, vota e diasporës. Mirë, nga Doha dhe Londra do shkëputemi për një hapësirë publicitare, për të shkuar pastaj në Stockholm, atje ku do flasim dhe me një përfaqësues e komunitetit shqiptar atje.